autorin e vërtet të burgosjes së popullit të Gazës. Ata kanë gatruar kishtin me atë çka kishti tregonte dhe kësaj duke bërë këtë, dështuan të kuptojnë se xhelati i Gazës është Hamasi, askush tjetër përveç Hamasit. Ideologjia e tij e terrorit kundër vetë popullit të vetë, më së pari, e kundër kombit hebre, dogma e tij totalitare se asnjë jetë palestineze nuk vlen të jetohet derisa shteti i Izraelit të asgjësohet, e derisa hebreu i fundit të zhduket nga toka e shenjtë. Prandaj derisa Hamasi të shmontohet e shpërbëhet plotësisht, 2 milion të burgosurit e tij nuk do t'jenë kurrë vërtet